Gazetari investigativ italian Giuseppe Bashetto ka deklaruar se mafia shqiptare është kthyer në një realitet të strukturuar dhe ekspansionist në juglindje të Italisë, sidomos në Sicilinë juglindore. Sipas tij, në 15 vitet e fundit, skema kriminale në këtë rajon ka ndryshuar rrësisht dhe kjo nuk është asnjë fenomen folklorik, as thjesht një ndërrim prezash, por një rialinjëzim i thellë i ekuilibrave të mafjes në zonën Vittoria Gela Comiso. Ardhëniet nuk janë më si dikur kur shqiptarët shiheshin si manovalanca, fuqi punëtore e përdorur nga strukturat vendase. Sot kemi një bashkëpunim të qartë funksional. Cosa Nostra ofron kontaktet lokale dhe kontrollin mbi territorin, ndërsa grupet shqiptare kontrollojnë tregun, duke sjellë drogën, logjistikën dhe ekzekutimin. Por Bashetto thekson se në zona ku Cosa Nostra është e dobët ose e përçar, si në qytetin Vitoria, shqiptarët nuk kërkojnë aleanca, ata thjesht marrin kontrollin. Dhe sipas tij, Vitoria sot flet shqip sa i përket mafjes, sepse pothuajse i gjithë tregu i drogës është në duart e shqiptarëve. Ndërkohë në Palermo, aty ku Cosa Nostra mbetet e fortë, strukturat shqiptare nuk kanë arritur të depërtojnë ndjeshëm. Në diskutim u përmend edhe përpjekja e grupeve shqiptare për të hyrë në Amerikë. Sipas tij, shqiptarët u përpoqën të bëhen familja e 6, por u përjashtuan nga aleanca të çuditshme që përfshinin edhe kalabrezët, të cilët në ato kohë ishin furnizues të punëtorëve për 5 familjet historike të mafias në SBA. E provuan vërtet, donin të bëheshin familja e 6 e New Yorkut, por u ndaluan nga një përzierje aleancash të çuditshme që u formuan në SBA, sepse për të penguar hyrjen e tyre si familja e 6, pjesërisht ishin edhe kalabrezët, të cilët në ato kohë furnizonin me punëtor 5 familjet e New Yorkut që kishin mësuar goditje të rënda nga hetimet gjyqësore në SBA. Dhe ky mesazh na tregon edhe një gjë të dytë, na tregon që nuk duhet në vlerësuar Cosa Nostra, sepse ata thonë Cosa Nostra, sido që tjetë, është ende e pranishme në territor. Sot nuk ka më një kupol, nuk ka një organizat të bashkuar siç kishte në kohën e Rinas, Matteo Messina Denaros apo Provenzanos, por ekziston ende ka familje të Cosa Nostras që nuk duan që në ato territor, veçanërisht në juglindje të Sicilisë, të tërhiqet vëmendja e forcave të rendit. Thaj, deklaratat e Bashettos pasqyrojnë një transformim të heshtur, por të rrezikshëm, ku mafia shqiptare nuk përpiqet të imitojë Cosa Nostran, por të zëvendësojë aty ku kjo e fundit është dobësuar. Kjo rritje e padukshme e saj, përmes integrimit dhe kontrollit të tregjeve të drogës, përbën një fenomen të ri kriminal që autoritetet italiane po e ndjekin me shqetësim të shtuar.